Shfrytëzimi që kanë dashur të bëjnë në kurriz të dhimbjen stime, operimi që u premtua nga Big Brother VIP Kosova nuk u realizua. Anisa Veseli përfundon në polici. Prej disa ditësh Anisa Veseli është bërë kryetemë në rrjetet sociale në media pas një deklarate të rënditse që ngriti pikpyetje mbi operacionin e saj të premtuar gjatë qëndrimit në Big Brother VIP Kosova. Në një postim të fundit, këngëtarja shqetësoi ndjekësit duke pohuar indirekt përmes një video në TikTok se ndërhyrja kirurgjikale për të ishte më shumë zhurmë për spektakël e nuk ishte realizuar ende. Megjithatë, ajo nuk dha shumë detaje duke lënë të kuptohet se e vërteta do të zbulohet shpejt. E ka qenë të njëjtën pasdite teksa Anisa Veseli thuhet se shpar në stacionin policor numër 4 të Jugut, duke u ngritur edhe më shumë dyshime mbi situatën. Sipas burimeve të sigurta, aty ka qenë të pranishme edhe drejtuesja e kompanisë që kishte marrë përsipër të mbulonte ndërhyrjen kirurgjikale të Anisës me iniciale LK. Ende nuk dihen arsyet e sakta të pranisë së tyre në polici, por fakti që ky takim ndodh pas deklaratave të Anisës ka shtuar spekulimet se mund të kemi të bëjmë me një denoncim me përplasje midis palëve. Anisa ka lajmëruar ndjekësit se gjithë skema e mashtrimit do dalë në dritë të premten në emisionin investigativ Piranja, teksa shkruan: "Të vërtetën e historisë time mësoni vetëm ditën e premten në Piranjat. Faleminderit për mbështetjen Leonida Mukja e shoqja e Don bashkë me ju, krejt shfrytëzimin që mi kanë dashur mi bëjnë në kurriz të dhimbjes time do t'i vijë fundi. Ju dua." Ka shkruar ajo në Insta Story duke lënë të kuptohet se ka vendosur që të vërtetën e saj të trondisë opinionin publik nëpërmjet emisionit investigativ. Tani mbetet për t'u parë se çfarë ka ndodhur me të vërtetë dhe për premtimin për operacionin që kanë pasur ka qenë vetëm një mashtrim i qëllimshëm ndaj këngëtares apo nëse do të ndodhë së shpejti.